Dashi. Në këtë ditë, energjitë janë të përziera, duke sjellë sfida dhe mundësi në jetën tuaj. Në çështjet e dashurisë, është e rëndësishme të dëgjoni partnerin për të shmangur keqkuptimet. Në punë, përqendrohuni te detajet dhe mos lejoni që presioni i jashtëm t'ju shpërqendrojë. Financat mund të kërkojnë një vëmendje të veçantë, përpiquni të menaxhoni shpenzimet me kujdes. Mund të ndiheni emocionalisht të ngarkuar, por mos lejoni që ndjenjat të ndikojnë në vendimet tuaja. Gjeni kohë për të çlodhur dhe për të marrë me aktivitete që ju sjellin gëzim. Sot është e rëndësishme të ruani qetësinë dhe të mos reagoni me nxitim ndaj situatave që mund të duken sfiduese. Demi. Sot do të ndiheni më të qetë në aspektin emocional, por kujdes me vendimet impulsive. Në dashuri mund të përballeni me momente të vogla tensioni, por komunikimi i hapur do të ndihmojë shumë. Në punë, përqendrohuni në detaje dhe mos i lini gjërat për më vonë. Një mundësi e re mund të shfaqet, por shikojeni me kujdes para se të merrni vendime. Financat mund të kenë luhatje, prandaj shmangni shpenzimet e panevojshme. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor, ndoshta një shëtitje në natyrë do t'ju ndihmojë të ndjeni më shumë qetësi. Mos harroni të lini pak kohë për veten dhe të bëni diçka që ju pëlqen. Besoni në aftësitë tuaja dhe gjithçka do të shkojë mirë. Binjakët. Dita e sotme sjell një energji pozitive në aspektin e dashurisë, duke ju dhënë mundësinë për të përmirësuar marrëdhëniet personale. Në punë do të ndiheni të motivuar dhe të gatshëm për të marrë përsipër sfida të reja. Financat kërkojnë vëmendje të veçantë, prandaj shmangni shpenzimet e panevojshme dhe fokusohuni në ruajtjen e stabilitetit. Gjendja emocionale mund të luhatet, por një moment qetësie dhe reflektimi do t'ju ndihmojë të riktheheni në ekuilibër. Është e rëndësishme të qëndroni të hapur ndaj mendimeve të reja dhe të mos lejoni që streset e vogla t'ju ndikojnë negativisht. Merrni kohë për të relaksuar mendjen dhe trupin, ndoshta me një shëtitje të qetë ose një aktivitet që ju pëlqen. Gaforia. Sot është një ditë e mirë për të reflektuar mbi marrëdhëniet tuaja. Në dashuri, përpiquni të dëgjoni me kujdes partnerin dhe të tregoni më shumë mirëkuptim. Në punë, mund të përballeni me disa sfida që kërkojnë zgjidhje të shpejta. Mos hezitoni të kërkoni ndihmë nga kolegët. Financat duken të qëndrueshme, por është e rëndësishme të shmangni shpenzimet e panevojshme. Bëni një plan buxheti dhe përmbajuni atij. Nga ana emocionale, mund të ndiheni pak të ngarkuar. Një shëtitje e gjatë ose një aktivitet fizik do t'ju ndihmojë të çliroheni nga stresi. Mos harroni të merrni kohë për veten dhe të kujdeseni për mirëqenien tuaj. Kujdesuni për shëndetin mendor dhe qëndroni pozitiv. Luani. Dita e sotme mund të sjellë disa surpriza të këndshme në fushën e dashurisë. Kujdesi dhe vëmendja ndaj detajeve mund të përmirësojnë marrëdhëniet me të tjerët. Në punë, një detyrë e re mund të kërkojë më shumë përkushtim se sa pritej. Mos hezitoni të kërkoni ndihmë nëse ndiheni të mbingarkuar. Financat duket se po stabilizohen, por është e rëndësishme të shmangni shpenzimet e panevojshme. Një bisedë me një mik të afërt mund të ndihmojë në lehtësimin e stresit emocional. Bëni kujdes që të mos lejoni që shqetësimet e vogla të prishin humorin tuaj. Praktikimi i një aktiviteti relaksues mund të sjellë qetësi dhe ekuilibër në mendjen tuaj. Kujdesuni për shëndetin tuaj emocional duke i dhënë vetes pak kohë për t'u çlodhur. Vergjëreshën. Sot është një ditë e mirë për të reflektuar mbi marrëdhëniet tuaja personale. Në aspektin e dashurisë, një bisedë e sinqertë mund të zgjidhë keqkuptimet e fundit. Në punë mund të përballeni me sfida të reja, por mos u shqetësoni, energjia juaj do t'ju ndihmojë të gjeni zgjidhje kreative. Financat janë stabil, por shmangni shpenzimet e panevojshme për të ruajtur ekuilibrin. Në aspektin emocional do të ndiheni më të qetë dhe të balancuar, gjë që do t'ju ndihmojë të merrni vendime të mençura. Një shëtitje në natyrë ose një aktivitet relaksues do t'ju ndihmojë të largoni stresin. Kujdesuni për shëndetin dhe mos e neglizhoni pushimin e mjaftueshëm. Sot është dita për të qëndruar pozitiv dhe i fokusuar. Peshorja. Sot është një ditë e mirë për të reflektuar mbi marrëdhëniet personale. Në dashuri mund të ndjeni nevojën për të bërë një hap prapa dhe për të vlerësuar situatën aktuale. Në punë mund të keni disa sfida të vogla, por mos u shqetësoni, sepse do të keni mundësi t'i kapërceni. Financat mund të kërkojnë pak vëmendje shtesë, ndaj është mirë të bëni plane për të ardhmen. Gjendja emocionale mund të jetë pak e paqëndrueshme, kështu që përpiquni të qëndroni të qetë dhe të mos lejoni që stresoret e jashtëm t'ju ndikojnë shumë. Këshillohet të merrni kohë për veten dhe të përfshiheni në aktivitete që ju sjellin qetësi dhe kënaqësi. Akripi. Sot do të ndiheni më të lidhur me ndjenjat tuaja, duke u dhënë rëndësi marrëdhënieve personale.
Në punë mund të hasni disa sfida, por aftësia juaj për të zgjidhur probleme do t'ju ndihmojë të dilni mbi to. Financat tuaja kërkojnë pak kujdes shtesë, shmangni shpenzimet e panevojshme për të ruajtur stabilitetin. Emocionalisht është e rëndësishme të gjeni kohë për veten dhe të relaksoheni. Një shëtitje në natyrë ose një bisedë me një mik të besuar mund të ndihmojë në lehtësimin e stresit. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor duke u fokusuar në aktivitetet që ju sjellin gëzim. Mos hezitoni të kërkoni ndihmë nëse ndiheni të mbingarkuar. Energjia pozitive do t'ju udhëheqë drejt zgjedhjeve të mençura. Shigjetari. Ditën e sotme do të ndiheni të mbushur me energji pozitive, gjë që do të ndikojë pozitivisht në marrëdhëniet tuaja personale. Në dashuri, është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat dhe për të bërë plane të reja me partnerin. Në aspektin profesional, përkushtimi juaj do të vlerësohet nga kolegët dhe mund të merrni një ofertë interesante. Financat duken të qëndrueshme, por është e rëndësishme të shmangni shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale do të jetë e balancuar, por për të ruajtur këtë ekuilibër, kushtoni vëmendje të veçantë mirëqenies tuaj fizike dhe mendore. Praktikimi i një aktiviteti relaksues si meditimi do t'ju ndihmojë të qetësoni mendjen dhe të përballoni sfidat e ditës me qetësi. Brizjabi. Sot është një ditë e përshtatshme për të reflektuar mbi marrëdhëniet personale. Në dashuri, komunikimi i hapur dhe i ndershëm do të ndihmojë në zgjidhjen e keqkuptimeve të vogla. Në punë mund të hasni në disa sfida, por me përkushtim dhe durim do të arrini të kapërceni çdo pengesë. Financat tuaja mund të kenë nevojë për një rishikim të kujdesshëm, ndaj shmangni shpenzimet e panevojshme. Emocionalisht është e rëndësishme të gjeni kohë për veten dhe të relaksoheni për të ruajtur ekuilibrin. Aktivitetet që ju sjellin qetësi dhe kënaqësi do të jenë të dobishme për mirëqenien tuaj. Mos harroni se sot është një ditë e mirë për të filluar diçka të re, qoftë edhe një zakon të vogël që ju bën të lumtur. Ujori. Sot do të ndjeni një shtytës të fortë për të bërë ndryshime në jetën tuaj personale. Në dashuri, komunikimi i hapur do të ndihmojë për të zgjidhur çdo tension që ka mbetur nga e kaluara. Në punë, mund të përballeni me sfida që kërkojnë përqendrim të lartë dhe vendosmëri. Mos hezitoni të kërkoni ndihmë nga kolegët kur është e nevojshme. Financat tuaja duken të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet e panevojshme. Mund të jetë koha për të rishikuar buxhetin tuaj dhe për të bërë disa kursime. Gjendja emocionale mund të luhatet, por meditimi ose një shëtitje e gjatë në natyrë mund të ndihmojë për të rikthyer ekuilibrin. Kujdesuni për veten dhe mos e lini stresin t'ju mbizotërojë. Peshqit. Energjia e sotme favorizon komunikimin dhe lidhjet e reja. Në dashuri, është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat dhe për të dëgjuar partnerin. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të sjellë emocione të reja. Në punë, qëndroni të fokusuar në detajet e vogla, pasi ato mund të bëjnë diferencën. Një mundësi e re financiare mund të shfaqet, por analizoni mirë para se të merrni vendime. Gjendja emocionale priret të jetë e qëndrueshme, por mos lejoni që streset e vogla t'ju prishin ditën. Përpiquni të gjeni pak kohë për veten dhe të relaksoheni. Një shëtitje në natyrë ose një aktivitet që ju pëlqen do t'ju ndihmojë të rifitoni ekuilibrin.